Kemi vezën, vajin e ullirit edhe majonezën. Tani majonezën do sugjeroja mos të ham shumë, se na shëndosh sidomos tani që do bëhemi gati për plazhin. Kështu që atë majonezën që na ngelet aty në frigorifer e përdorim për mask flokësh. Majoneza është shumë e mirë sepse ndihmon për shkëlqimin e flokut. Vajin e ullirit mendoj që nuk ka nevojë të flas benefitet që ka për shkëlqim, për ushqim, për të gjitha efektet e mira dhe për vezën. Veza do jetë e plot apo vetëm verda? E plot. Besoj se zonjat e din shumë mirë dhe jam e sigur që e kanë përdorur vezën për flokët, se është një nga ingredientët ose ushqyese, vetëm për flokët edhe për fytyrën e kemi përdorur, veç të bardhën, veçanërisht për flokët është magjike. Aksioni atmosferik, po. 2 lug vaj, ulliri, edhe 2 lug majonez. Në sasi të barabarta derisa të shohim, kuptohet, derisa të shohim që kemi një masë të një trajtshme, ta lyejm gjithë gjatësinë e flokut bashkë me skalpin për ta lënë disa minuta. Jo, flasim me orë. Mirë është që t'i lëmë më shumë se 1-2 orë.